mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. A ke ndjerë ndonjëherë që je i shpërqendruar, harron shpejt ose të mungon energjia mendore gjatë ditës? Ndoshta arsyeja fshihet në atë që po konsumon. Truri është një nga organet më të ndërlikuara të trupit. Ka nevojë për lëndë ushqyese të veçanta për të funksionuar në mënyrë optimale. Disa ushqime nuk janë thjesht të shëndetshme për trupin. Ato kanë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e memorjes, fokusit dhe madje edhe në balancimin emocional. Tani do të shohim cilat janë ushqimet më të mira për trurin. Peshku i yndyrshëm. Peshqit si salmoni, sardelja dhe trofta janë burime të shkëlqyera të acideve yndyrore omega 3. Këto acide janë thelbësore për ndërtimin e qelizave të trurit dhe për komunikimin midis tyre. Mungesa atyre lidhet me rënjen e funksioneve njohëse dhe rritjen e rrezikut për depresion. Boronica. Boronicat janë të pasura me antioksidant që mbrojnë trurin nga stresi oksidativ dhe plagja parakoshme. Studimet kanë treguar se ato përmirëson memorjen afaqkurtër dhe nxisin lidhjet nervore në tru. Arrat, veçanërisht arrat e zakonshme, përmbajnë yndyrra të shëndetshme, vitamin E dhe antioksidant që mbështesin shëndetin e përgjithshëm të trurit. Vetëm një grusht arra në ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e funksioneve njohëse. Çokolata e zezë. E pasur me flavonoid, kafeinë dhe antioksidant, çokolata e zezë përmirëson përqendrimin, rrit rrjedhën e gjakut në tru dhe përmirëson gjendjen shpirtërore. Avokado. Përmban yndyrra të shëndetshme që ndihmojnë në përmirësimin e rrjedhës së gjakut dhe mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të qëndrueshme, të dyja shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Veza. Veza është një nga burimet më të pasura të kolinës, një përbërës që ndikon në rregullimin e humorit dhe memorjes. Brokoli, një super ushqim për trurin. Ai përmban vitamina, fibra dhe përbërës bioaktiv që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbrojtjen e trurit nga dëmtimet oksidative. Farat e kungullit. Të vogla por shumë të fuqishme, janë të pasura me magnez, hekur, zeng dhe bakër. 4 element thelbësor për funksione të ndryshme të trupit, përfshirë kujtesën dhe përqendrimin. Kafeja dhe çaji i jeshil. Të dyja përmbajnë kafeinë që nxit vigjilencën dhe antioksidant që mbrojnë trurin. Çaji i jeshil gjithashtu ka L-theanin që ndihmon në relaksimin e trurit pa ulur përqendrimin. Uji, shumë harrojnë këtë, por dehidratimi i lehtë ndikon menjëherë në përqendrimin dhe memorjen. Truri është rreth 75% ujë dhe hidratimi mjaftueshëm është baza për çdo funksion mendor. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.